Tubim tradicional I farafisit Palushaj mlodhi dhjetra familjar në Michigan ditën e diel me 29 qershor, duke filluar nga ora 11 paradite. Dhjetra familjar dhe miq të farafisit Palusha dhe vllazërisë Vataj u mlodhen në lokalin Croatian American Center, ku zhvilluan një tubim tradicional të tyre, që tashmë është kthyer në një ngjarje të dashur dhe të shumëpritur çdo vit. Pjesëmarrës nga Michigani, New Yorku dhe zonat të tjera të Shtetit të Bashkuara shfrytzuan këtë rast për të forcuar më shumë lidhet familjare, për të kujtuar rrënjët dhe për të përcjellë tek brezat e rinj shpirtin e bashkësisë së traditës shqiptare në një atmosferë të ngrohtë me përqafime, biseda të gjata, këngë që risollën kujtime të vjetra dhe gjithë ndan momente veçanta me njëri tjetrin. Organizatorët bën thjesht që të gjithë vëllezërit të afërmit të mblidhen të mirëseardhur, duke theksuar rëndësinë e këtyre takimeve për të mbajtur gjallë shpirtin familjar dhe ndjenjën e bashkimit dhe në migracion. Ky tubim është I 23 në radhë dhe tregon se pavarësisht distancave të kohës, lidhjet e gjakut dhe miqësisë mbeten të forta e të pazëvendësueshme edhe ndër fiset e malësisë.